Rreshtet e Dëborës kanë përfshirë të gjithë juglindjen e Shqipërisë, ndërsa në zonat malore, trashësia e Dëborës ka arritur nga 5 deri në 10 cm. Për të mbajtur të hapura të gjitha akset nacionale, mjetet borpastruese janë angazhuar në teren, veçanërisht në akset më të rëndësishme, si Qaftan, Kapshtic, Zemblak, Goric, si dhe rrugët që lidhin fshatra turistik të Dardhës dhe Voskopojës. Megjithatë, disa probleme paraqiten në akset rrugore të fshatrave të njësive administrative, Lekas dhe Vithkuq në bashkinë e Korçës, fshatrat e Devollit të Sipërm, Dardhas, Trebinj, Velçan dhe Proptisht në bashkinë e Pogradecit, si dhe fshatrat e njësisë administrative Çlirim të bashkisë së Kolonjës, janë përballur me vështirësi të mëdha në qarkullimin e mjeteve. Por një tjetër shqetësim ka të bëjë me furnizimin me energji elektrike. Rreshtet e Dëborës, të shoqëruara me erë të fortë, kanë shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji në disa prej këtyre zonave. Burime zyrtare njoftojnë se po punohet intensivisht për rikthimin e shërbimit të energjisë, si dhe pastrimin e rrugëve, me qëllim normalizimin e situatës.